Në këtë posting këtu ju kam pyetur se çfarë nuk kam aplikuar. Dhe shumë keni menduar se mund të ishte blush ose një highlighter. Dhe në fakt, ajo që nuk kam aplikuar është skincare përpara se të bëja make-upin, që është thelbësore, që lëkura të duket më mirë, të duket më e hidratuar, siç duket edhe sot, që lëkura ka shkëlqim. Hapi i parë dhe më i rëndësishmi është lëkura e pastër. Vazhdoj të bëj masazh lëkurës edhe më pas e shplaj. Direkt vazhdoj me sprayin, tonik dhe serum në një, të cilin e përdor edhe pasi e kam mbaruar make-upin edhe gjatë ditës që mund të dua ta rifreskoj pak. Pika kyçe për të patur bazën më të bukur është hidratimi, një moisturizer i cili vërtet e hidraton fuqishëm lëkurën dhe jep tamam elasticitetin që duhet. Don edhe një bazë e cila është paksa ngjitse. Pas të 30-tave absolutisht nuk mund të neglizhoj kremin e syve, se nëse lë pjesën e syve të thatë, do duket shumë më keq në momentin që do të vendosësh krem pudër në atë. Nuk mund ta mbyll pa vendosur SPF-n. Është hapi i fundit i skincare-it, të cilin absolutisht nuk duhet ta neglizhosh as në momentin që vendos make-upin. Kështu kemi krijuar një bazë perfekte, por edhe nëse nuk bëj make-up, me kaq për përditshmëri është e mjaftueshme. Lëkura është e mbrojtur, e ushqyer, lëkura është e hidratuar, e cila nuk duket asnjëherë e thatë. Se ndiqni këto hapa, e sigurt që do të keni një rezultat më të mirë.